Shef të Partinë Demokratike sot dhe po të pyes jemi në fund zgjedhja e kandidatit të ri. Në një kohë që për mua është krizë e partisë që kjo parti për kaq kohë bëri protesta, dogji goma, bëri çfarë bëri për të hek Erion Velin. Erion Velin e mori drejtësia, ju shkuat jeni dhe ju në Këshillin Bashkiak. Absolutisht, votuat për shkarkimin e Erion Velis, mire bot, po në anën tjetër, pas këtij shkarkimi, partia juaj, masi presidenti jep dekretin për zgjedhjet, thot që është shkelje kushtetuese dhe për mua është shkelje kushtetuese, nuk ka dyshim. Është shkelje kushtetuese e hapur. Për mua ai president duhet marrë përgjegjësi për këtë shkelje të rëndë kushtetuese që ka bë. Por si do të shkoni ju në zgjedhje me një shkelje kushtetuese? Dhe a mendoni se kandidatura që u zgjodh tregoi dhe krizën parti ku nuk merrte njeri përsipër për të kandiduar nga pjesa politike flas për të kandiduar? Ka disa pyetje këtu, nëse diçka më se s'du t'i bëj. E ke kohën e mjaftueshme sa dush. Jo, thjesht ma kujtojnë nëse diçka më rrëshqiti. Atëherë me radhë. Erion Velia duhet të ishte shkarkuar një orë më parë. Dhe jo duke përdor nenet ligjit e klauzolat të tipit, po për gjëra që ne dim shumë. Pse duhet të shkarkonte kur është i zgjedhur nga populli? Ju e dini shumë mirë, kryetari i Bashkisë New Yorkut ka 12 akuza dhe rrin akoma, dhe tash Trumpi masi ta tërheqë nuk do ta çojë ambasador. Un po jap mendimin tim politik. Dakor. Juridik le ta japi gjykata. Dakor, nuk i shkojnë gjykatës. Erdhën prapë ke drejtësia. Po. Erdhën prapë ke drejtësia se normalisht drejtësia gjykata kushtetuese duhet ta japi vendimin para zgjedhjeve të anallojë zgjedhjen. Po ne nuk kemi gjykatë kushtetuese. Po tani. Po ne nuk kemi gjykatë kushtetuese. Po tani mbrapa se shoh që kjo pikat prek më shumë. Edhe për mua janë antikushtetuese. Dhe zgjedhjet s'duhet ishin bërë. Dhe nuk duhet bëhen. Ka prap kohë. Gjykata kushtetuese do dalë me vendim para datës 3 janar. E qartësojmë. Shive, di çaj si e kam unë pjesën e debatit për gjërat që ne bim dakord. Zakonisht nuk harxoj kohë se jemi dakord. Jam dakord, hajde. Hajde flasim për gjërat që ne kemi një debat. Për këtë unë jam opozita merr frymë dhe jeton që një orë më parë të heqi personin që ja ka ty përballë, hyn zgjedhjet, fitoi zgjedhjet, marri pushtet apo jo. Për këtë është opozita. Një orë më parë, unë kam dalë shumë më përpara Erion Velia të largoj për çështjet ekzistencët shumë më të rëndësishme se sa disa fustona, disa buskuqe. Për atë incinerator që s'ekzisto, për atë impiant ujrave zeza që s'ekzisto, për ato pare tona që merren, për ato investime që s'bën. Megjithatë, italiani që denoncoi për incineratorët tha që kam gënjur nëpërmjet pareve që premtoi Syri TV. Hajde morim i celular, e shkojmë ta gjejmë tash incineratorin se ku. Tashti e vërteta është që incineratori nuk hapet për arsye se ta themi drejtën. VKM-t, vendimet e Këshillit të Ministrave, nuk është se i qet kryetari i Bashkisë, qet kryetari i qeverisë, dakor? Ky ishte aktor, përfitoi, i fshehu, e ndihmoi, çfarë doni juve, ti gjej drejtësia tash se çfarë ndodhi, po unë di që sot e kësaj dite, me të gjithë ndryshimet që ndodhen, pra parat inceneratorit ja paguajmë ne, unë ti të gjithë. E ke votu, se ke votu, s'ka rëndësi, ja paguajmë ne, na i merr parat, një për një. E heqim këtë pjesë. Ky është arsye pse duhet hikte. Për sa i përket llojit klauzorës së tjerë, ka qenë Partia Demokratike që ka propozuar në maj, gjysmë majit, pse? U arrestu me 10 shkurt. 3 muaj pa pranimë detyrë, ke shtëpia ime, nga shkurti bën maj. Po folëm për ligjin, për drejtësinë. Po pra. Me ligj ai nuk mund të shkarkohet. Jo, a them unë. Prit. Se unë flas për tagrin që kam si këshilltar. Ora si pa dënuar, ai edhe sot ka drejt konkurojmë, është i pa dënuar akoma. Lejo të shpjegoj unë. Nuk i dal sipër gjykatës unë. Unë si këshilltar, ai ligji aty më thot çon propozimin për shkarkim. Po, dakor, ti ke drejtën tënde. Pra ne kemi tagër, kaq. Deri këtu dhe këtu neve e mbyllim. Dakor, t'ia çojmë kryeministrit. Kryeministri vendos vet. Tash unë jam shumë dakord me vendimet që merr ai, po e ka tagrin. Pas vendimit, kushtetuta thot do presësh 14-15 ditë për ankimim. Ankimimi i cili u bë nga Erion Veliaj. Dakor? Mirë keq për mua ligji do zbatohet. Ligji është ligj, kushtetuta është, nuk ka gjë mbi kushtetutën. Dhe unë edhe pse marr frymë për ta hedhur orë më parë dhe për ta marrë në pushtetin, kurse si s'mund ta bëj dot duke shkel kushtetutën.
Kurse si. Dakor, jam shumë dakord. Dhe ky është qëndrimi im. Po. Tashti unë s'mund të flas në emër të Partisë Demokratike, se jam kryesia, se jam kryetar. Çfarë mendon ti? Duhet të përgjigjet një akt antikushtetues Partia Demokratike që të shkojnë zgjedhje? S'duhet të çfarë? Jo, s'ka zgjedhje. Lajmi, lajmi. Dakor? Lajmi. Nuk ka, është antikushtetuese dhe nuk është bojkot, sepse këtu konsideru sikur po të mos hynte ishte bojkot. S'është bojkot se janë zgjedhje. Ja.